që për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Po ky më valla. Ky një herë sjell naftën shpirag. Një herë na flet tani me përqindshmëri. Po të vej 220 nafta, tha, do ulim 20%. Dije mbusha unë 224 lek. E para, ky bordi i transparencës. Si ka mundësi më si këti si Enver Hoxhës, i dalin gjithmonë grupe armiqësore në naftë. Prezente në sektor. Njëri është produkti i kompanisë publike Alp Trace për një ngjyrim të një niveli krejt tjetër të naftës, dhe tjetri është një tjetër produkt i kompanisë Alp Trace për ndjekjen në kohë reale të gjithë qarkullimit të naftës tranzit. Këto janë dy pika ku kemi dobësi në përballjen me... Edhe si pas këti, u vidh ka nafta dhe ky tani duhet të hapi karburante me financime shtetërore. E di si më gjan ky, gjëja gjatë mua, tamam si tek gjuetia dërrave me Enver Hoxhën dhe me Sillon. Në qoftë se nuk ka naftë këtu, me siguri do ketë një grup armiqësor. Vazhdoni Parti Enver.